Në qytetin e Lezhës kanë nisur punimet për kanalizimin e ujrave të bardha të zeza, një projekt i rëndësishëm që jep zgjidhje përfundimtare problemit të përmbytjeve në këtë qytet. Sipas zëvendëskryetarit të Bashkisë Lezhë, Fatjon Zefi, puna ka nisur me ndërtimin e stacionit të pompimit për të vazhduar më pas me kanalizimin e gjithë rrugëve të qytetit. Sot ndodhemi pranë prokurorisë Lezhë, aty ku kanë filluar punimet e projektit të KFV-s për rehabilitimin e kanalizimit të ujrave të bardha dhe të zeza të gjithë qytetit, që zgjidhin një problem të mbartur ndër vite, duke shmangur përfundimisht përmbytjet dhe diferencimin e ujrave të bardha dhe të zeza. Do ndërtohet stacioni i pompimit dhe do vazhdoj pastaj me kanalizimet në gjitha rrugët kryesore të qytetit. Në këtë projekt të financuar nga Banka Gjermane KFV me vlerë 18 milion euro, përfshihen dhe ndërtimi i ujësillësit të lagjes Nën Tereza, fshatrave Goca i Kakariq dhe vendosja e tubacionit kryesor që furnizon me ujë të pishëm qytetin e Shëngjinit. Ky është një projekt i Bankës Gjermane, bashkëpunim me KFV-n, një vlerë 18 milion euro, ku brenda tij përfshin edhe disa projekte të tjera, siç janë projekti i ujësillësit të lagjes Kodemalekaj, të Goca i Kakariq dhe rehabilitimi i tubacionit kryesor që furnizon me ujë qytetin e Shëngjinit. Rezultatet e para të këtij projekti të rëndësishëm për qytetarët e Bashkisë Lezhë po duken në qytetin e Shëngjinit, ku familjet dhe bizneset po furnizohen me ujë të pishëm 24 orë pa ndërprerje.